Sot do të eksplorojmë një periudhë magjepsëse dhe shpesh të harruar të historisë detare, epokën e piratëve mesjetarë që dominuan ujërat e Evropës Veriore shumë kohë përpara se mjekër Ziu ose kapiten Kidi të lundronin në detet e Karaibeve. Përpara se të vazhdojmë me videon, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë rrëfime dokumentare si kjo. Valet e akullta të kanalit të La Manchit përplasen pas bashit të një anijeje tregtare të ngarkuar me lesh anglez. Viti është 1311 dhe kapiten Bartolomeu de Vele vëzhgon horizontin me sy me përvojë. Ai njeh këto dete prej dekadash, ka lundruar në këto rrugë pafundësisht, por kur nuk është mësuar me ndjenjen e cenueshmërisë që shoqëron çdo kalim. Diku përtej asaj mjegulle mëngjesi, të fshehur në gjiret e Bregdetit breton ose duke pritur në portën në dukje paqësore, janë njerëzit që e shndërruan piraterinë në një mënyrë jetese po aq të zakonshme sa peshkimi ose tregtia e erëzave. Ania e De Veles kërkon strehim nga një stuhi që po afrohet. Ai gjen ankorim në Palais de Reid, një vend që e njeh mirë, ku anije të tjera tregtare shpesh strehohen nga moti i keq. Errësira e natës bie mbi ujërat dhe De Vele më në fund lejon që sytë e tij të lodhur të pushojnë. Ai nuk e di, por kjo do të jetë një nga netët e fundit të paqes që do të njohë për një kohë të gjallë. Gjatë agimit, një anije afrohet në heshtje. Burrat në bord nuk janë tregtarë që kërkojnë strehim, ata janë grabitqarë që kanë gjetur prenë e tyre. John Leclercu komandon sulmin me precizitetin e dikujt që e ka kryer këtë operacion 10 herë. Burrat e tij ngjiten në bordin e anijes së De Veles, mposhtin ekuipazhin përpara se të mund të reagojnë dhe vazhdojnë të plaçkitin të gjithë ngarkesën. Të pakënaqur me vjedhjen, ata shkatërrojnë vet anijen, ndoshta për të parandaluar që De Vele të njoftojë autoritetet përpara se piratët të jenë shumë larg çdo ndjekjeje. Ky është vetëm një nga mira episode të ngjashme që ndodhen në këto ujëra gjatë shekujve. Por kush ishin këta burra që e shndërruan detin në territorin e tyre të gjuetisë? Përgjigja zbulon një të vërtet befasuese për shoqërinë mesjetare. Piratët e Evropës Veriore nuk ishin banditë të marginalizuar që jetonin në skajet e qytetërimit. Shumë prej tyre ishin tregtar të respektuar, fisnik me ndikim dhe madje edhe zyrtar mbretëror që ndanin aktivitetet e tyre midis tregtisë legjitime dhe plaçkitjes në dete. Leclercu, për shembull, ishte mjaft i pasur dhe i lidhur mirë për të manipuluar sistemin gjyqësor anglez kur De Vele më në fund arriti ta gjente dhe ta padiste atë. Sherifi lokal e ndaloi Leclercun dhe sekuestroi anijen e tij, siç urdhëronte ligji. Por nga ai moment, procesi filloi të zvarritej në mënyrë të dyshim. Sherifi vazhdimisht i shtynte dëgjimet, kur nuk ishte i disponueshëm në datat që De Vele propozonte për gjykimin, dhe më në fund caktoi seancën përfundimtare në një datë kur De Vele nuk mund të merrte pjesë. Çështja u mbyll pa asnjë ndëshkim për piratin. De Veles do t'i duheshin 4 vite të gjata dhe do t'i duhej t'i bënte thirrje drejt për drejt mbretit për të marrë ndonjë dëmshpërblim për humbjet e tij. Ky ishte modeli, jo përjashtimi. Për të kuptuar se si pirateria u bë aq endemike në ujërat e Evropës Veriore gjatë mesjetës, duhet së pari të kuptojmë kushtet që e bënin atë të mundur, madje edhe fitimprurse. Deti mesjetar ishte një mjedis rrënjësisht i ndryshëm nga ai që njohim sot. Lundrimi ishte primitiv, duke u mbështetur pothuajse tërësisht në shikimin e Bregdetit për orientim. Kapitenët u shmangeshin udhëtimeve në det të hapur sa herë që ishte e mundur, duke preferuar të lundronin përgjatë Bregdetit, ku mund të orientoheshin nga pika toksore të njohura. Kjo do të thoshte se rrugët detare ishin jashtëzakonisht të parashikueshme dhe çdo pirat me njohuri lokale e dinte saktësisht se ku t'i gjente viktimat e tij. Anijet e kohës, kryesisht kogat dhe halkët, ishin mjete të forta të projektuara për të transportuar sasi të mëdha ngarkese. Ato kishin përgjithsisht një vel të vetme dhe ishin jashtëzakonisht të vështira për t'u manovruar. Disa kishin rrema për të ndihmuar në ujëra të qeta ose në situata që kërkonin kontroll më të madh, por kjo vinte me koston e reduktimit të hapësirës në dispozicion për ngarkesën. Nuk kishte dallim të rëndësishëm midis anijeve tregtare dhe anijeve të luftës. Çdo anije tregtare mund të shndërrohej në një anije luftarake thjesht duke zëvendësuar ngarkesën me krevate për burra të armatosur. Topat nuk ishin zhvilluar ende për përdorim efektiv detar, gjë që do të thoshte se çdo përplasje në det përfundonte në mënyrë të pashmangshme me abordazh, sulm duke u ngjitur në bord dhe luftim trup më trup. Këto kufizime teknologjike formësuan plotësisht natyrën e piraterisë mesjetare.
Piratët kishin nevojë së pari të gjenin objektivat e tyre, një detyrë e vështirë në det të hapur, ku anijet mund të kalonin lehtësisht pranë njëra tjetrës pa u parë kurrë. Zgjidhja ishte patrullimi i rrugëve detare më të rrahura, pikave të njohura të kalimit, brygderdhjeve dhe vendeve të ankorimit ku anijet zakonisht ndalonin. Disa piratë thjesht prisnin jashtë porteve, duke vëzhguar hyrje-daljet e anijeve derisa të identifikonin një objektiv premtues. Të tjerë ishin edhe më guximtar, duke sulmuar anijet e ankoruara në vetë portet, duke plaçkitur ngarkesën dhe duke ikur përpara se autoritetet lokale të mund të organizonin një përgjigje. Ndërhyrja në një anije në det të hapur ishte dukshëm më e vështirë. Edhe kur një pirat dallonte një prepotenciale, ndjekja mund të zgjaste orë ose madje ditë, në varësi të kushteve të erës dhe aftësisë së kapitenëve përkatës. Më shpesh, piratët I fillonin ndjekjet e tyre që në ujërat bregdetare, duke ndjekur objektivat e tyre në det të hapur vetëm kur kishin tashmë përparësi pozicionale. Pirateria ishte, mbi të gjitha, një lloj durimi, njohurie lokale dhe oportunizmi të llogaritur. Jo të gjitha aktet e piraterisë ishin saktësisht ato që dukeshin. Kishte gjithashtu goditje të brendshme, situata ku vetë ekuipazhi I një anije tregtare vinte ngarkesën dhe I ndante fitimet midis tyre. Për të mbuluar krimin, detarët pretendonin se piratët kishin sulmuar anijen dhe kishin marrë gjithçka. Larg syve të dëshmitarëve të besueshëm, në oqeanin e gjerë dhe të pamëshirshëm, ishte pothuajse e pamundur të dalloje të vërtetën nga fiktivja. Tregtarët që pajtonin këto anije shpesh nuk kishin asnjë mënyrë për të verifikuar se çfarë kishte ndodhur vërtet me mallat e tyre. Kur piratët më në fund I afroheshin presës së tyre, ata kërkonin gjithmonë fitoren përmes forcës dërmuese. Preferonin të sulmonin anije me ekuipazhe më të vogla se të tyret dhe shpesh disa anije pirate bashkëpunonin për të ndaluar dhe sulmuar një anije të vetme tregtare. Përpara sulmit, piratët zakonisht e përshëndetnin viktimën e tyre dhe përpiqeshin të bindnin ekuipazhin të dorëzonte ngarkesën pa rezistencë. Shumica e detarëve ofronin të paktën një rezistencë simbolike, jo për trimëri, por për të shmangur akuzat e mëvonshme për bashkëpunim me sulmuesit. Pas kapjes, piratët zakonisht e zhvishnin anijen nga çdo gjë që kishte vlerë, përfshirë spirancat, kabllot dhe pajisjet detare që mund të shiteshin ose të përdorshin në anijet e tyre. Ekuipazhi I anijes së kapur shpesh lihej I padëmtuar, me përjashtim të atyre që ishin vrarë gjatë rezistencës fillestare. Ndonjëherë piratët konfiskonin edhe vetë anijen, duke e lënë ekuipazhin në tokë të thatë ose duke I liruar në ndonjë port të huaj. Pasagjerët e pasur mund të mbaheshin si pengje për shpërblim, një praktik fitimpruese që do të përsosej nga brezat e ardhshëm të korsave. Imazhi popullor I piratëve që masakrojnë pa dallim viktimat e tyre ishte, në realitet, një ngjarje e rrallë në piraterinë mesjetare. Dhuna ekstreme zakonisht ndodhte vetëm kur ekzistonte ndonjë mosmarrëveshje personale paraprake midis piratit dhe tregtarit, ose kur vendet e të dyve ishin në luftë. Pragmatizmi mbizotëronte mbi mizorinë, detarët e vdekur nuk mund të lundronin anijen e kapur, dhe një reputacion për dhunë ekstreme mund të çonte në rezistencë më të dëshpëruar në takimet e ardhshme. Shumica e piratëve preferonin që viktimat e tyre të dorëzoheshin paqësisht, duke e bërë plaçkitjen më të shpejtë dhe më pak të rrezikshme për të gjithë të përfshirët. Ajo që mund të na duket befasuese sot është se piratët mesjetar rrallë kishin frikë se do të identifikoheshin nga viktimat e tyre. Ky qëndrim në dukje I shkujdesur rrifte nga një realitet juridik frustrues për ata që kërkonin drejtësi. Nuk ekzistonin ligje të qarta dhe universale kundër piraterisë. Krimet e kryera në det binin në një zonë ligjore të paqartë, ku juridiksioni I çdo mbreti specifik ishte I dyshim. Detet konsideroheshin territor përtej kufive kombëtar, një hapësirë ku ligjet normale nuk zbatoheshin plotësisht. Ekzistonin, është e vërtet, disa kode detare që përpiqeshin të rregullonin marrëdhëniet midis kapitenëve, ekuipazheve dhe tregtarëve. Rregullat e Oleronit Erles d'Oleron, me origjinë nga ishulli francez me të njëjtin emër, vendosnin doke dhe praktika të pranuara në tregtinë detare. Ligji tregtar, la merchant, qeveriste transaksionet tregtare, kontratat dhe kërkesat për dëmshpërblim. Por këto ligje fokusoheshin kryesisht në riparimin financiar, jo në ndëshkimin penal. Dënimi me vdekje për piratët ishte jashtëzakonisht I rrallë, madje edhe në raste vrasjesh, përveç nëse ndonjë mbret kishte interes personal në rezultatin e çështjes. Pirati I parë që u ekzekutua në Angli ishte Wilhelm de Brigeo në vitin 1228 dhe madje edhe ky ekzekutim ishte aq I jashtëzakonshëm sa u regjistrua në analet historike.
Për shumicën e piratëve, skenari më i keq i mundshëm ishte detyrimi për të paguar dëmshpërblim viktimave të tyre, një perspektivë që vështirë se i zmbrapste kur fitimet e piraterisë i tej kalonin vazhdimisht rreziqe. Kompleksiteti rritej në mënyrë dramatike kur piratët dhe viktimat ishin të kombësive të ndryshme. Nëse një tregtar anglez grabitej nga një pirat francez, cilit mbret duhet t'i drejtohej ai për drejtësi? Pirati ishte në jurisdiksionin e mbretit të Francës, i cili nuk kishte asnjë detyrim ligjor për të ndjekur penalisht krimet kundër nënshtetasve të një monarku tjetër. Ndjekja e një pirati të huaj mund të krijonte incidente diplomatike serioze, duke u përshkallëzuar potencialisht në konflikte midis mbretërive të tëra. Përballë këtyre komplikimeve, dëmshpërblimi financiar i negociuar midis qeverive të përfshira shpesh kishte më shumë kuptim praktik se sa çdo përpjekje për drejtësi penale. Ishte gjithashtu çështja se kush ishin saktësisht piratët. Për të angazhuar në pirateri, një burr duhej së pari të zotëronte një anije, ose të paktën të kishte akses në një të tillë. Anijet ishin investime jashtëzakonisht të shtrenjta, të aksesueshme vetëm për anëtarët më të pasur të shoqërisë. Piratët mesjetarë nuk ishin të marginalizuar të varfër që kërkonin të mbjetonin, ata ishin tregtar të begat, fisnik ambicios dhe sipërmarrës detar që e shihnin piraterinë si një zgjatim natyror të aktiviteteve të tyre tregtare legjitime. Pothuajse të gjithë piratët ishin gjithashtu tregtarë. Ata kalonin nga tregtia e ndershme në plaçkitje sipas mundësive që u paraqiteshin, një ngarkesë leshi e shitur në një port, një anije rivale e plaçkitur gjatë rrugës për në shtëpi. Shumë prej tyre ishin figura të respektuara në komunitetet e tyre bregdetare, me miq të fuqishëm dhe ndikim të konsiderueshëm. Saktësisht lloji i personit të aftë për të korruptuar zyrtarët, për të manipuluar proceset gjyqësore dhe për të marrë falje mbretërore në këmbim të favoreve. Në fundin e kësaj shkalle sociale ishin peshkatarët dhe detarët bregdetarë që praktikonin pirateri sipas rastit. Duke përdorur varka të vogla, ata operonin më afër bregut, duke sulmuar anije në vështirësi ose duke përfituar nga anijet që ngecnin në shkëmbim tradhtar të bregdetit. Ndonë se ishin më pak të aftë për t'i shpëtuar drejtësisë se sa kolegët e tyre më të pasur, ata ishin gjithashtu më të vështirë për t'u identifikuar dhe gjurmuar. Operacionet e tyre më të vogla linin pak gjurmë dokumentare. Një shembull klasik i kësaj piraterie bregdetare oportuniste ishin piratët e Ras Breto, një zonë e rrezikshme ujore në majën e bregdetit të Bretanjës. Rajoni ishte i njohur për shkëmbim në ujor dhe rrymat tradhtare, ku detarët pa përvojë shpesh ngecnin ose pësonin dëmtime që i detyronin të braktisnin anijet e tyre. Peshkatarët lokal zhvilluan një reputacion të frikshëm duke përfituar nga këto situata. Kur një anije ishte në rrezik, ata hipnin në varkat e tyre, i afroheshin mjetit në vështirësi dhe e plaçkitnin plotësisht. Ata ishin më shumë plaçkitës të anijeve të mbytura se sa pirat në kuptimin tradicional, por rezultati për viktimat e tyre ishte po aq shkatërrues. Midis piratëve më të njohur të epokës mesjetare gjejmë familjen Allard, tregtar dhe korsar që operonin nga Winchelsea, Inchelsea, një nga 5 portet Cinque Ports e famshme angleze. Për të kuptuar rëndësinë e kësaj konfederate portesh, duhet të kthehemi pas në kohë dhe të shqyrtojmë marrëdhënien e veçantë midis kurorës angleze dhe këtyre komuniteteve detare. 5 portet, fillimisht 5 portet e Anglisë juglindore, formuan një konfederat që daton që nga periudha anglosaksone, ndoshta që nga mbretërimi i Eduardi Rrëfyes, Eduardo o Confessor. Hastingsi, Romney, Hyde, Doveri dhe Sandwichi ishin anëtarët origjinal, të zgjeruar më vonë për të përfshirë Winchelsin dhe Rhein si qytete të lashta me privilegje të ngjashme. Në fund të mesjetës, më shumë se 40 lokacione ishin të lidhura me konfederatën. Kurora angleze nuk mbante një marinë të përhershme gjatë pjesës më të madhe të mesjetës. Kur kishte nevojë për forcë detare për të mbrojtur bregdetin ose për të kryer operacione ushtarake jashtë vendit, mbreti u drejtohej 5 porteve. Në këmbim të sigurimit të anijeve dhe detarëve të pajisur për shërbimin mbretëror, portet merrnin privilegje të jashtëzakonshme, përjashtim nga taksat, të drejtën për të gjykuar çështjet e tyre civile dhe penale, autoritetin për të mbledhur mbetjet e anijeve të mbytura dhe ngarkesat pluskuese, dhe lirinë për të tregtuar midis tyre pa kufizime. Kjo autonomi krijoi një mjedis ku linja midis korsaizmit të autorizuar dhe piraterisë së pastër bëhej në mënyrë të volitshme e paqartë. Burrat e 5 porteve shpesh referoheshin si piratët e mbretit dhe madhëria e tij rregullisht kërkonte një të pestën e çdo preje që ata kapnin.
Pirateria ishte jo vetëm e toleruar, por aktivisht e inkurajuar kur u shërbente interesave të kurorës. Detarët e 5 porteve fituan një reputacion të egër gjatë shekujve. Një kronist mesjetar, duke shkruar nga komoditeti i sigurt i manastirit të tij, vuri re me krenari se këtyre burrave, të trajnuar në shkollën rigoroze të piraterisë, mund t'u besojë për të luftuar deri në vdekje dhe për të masakruar ekuipazhet franceze më shpejt se sa duhet kohë për të ngrënë një biskoll. Ata ishin të ngadaltë në respektimin e armëpushimeve dhe i trajtonin letrat e mbrojtjes, salvocondutos, me përbuzje të hapur. Asgjë ndoshta nuk ishte më brutale se sa sulmi i piratëve të Vinchelsit ndaj hebrejve kur këta u dëbuan nga Anglia në vitin 1290. Shumë prej tyre u sulmuan dhe u grabitën në mes të kanalit të La Manchit, u vranë dhe u hodhën në det. Një grup i tërë, përfshirë disa nga hebrejt më të pasur të Londrës, u lanë në një bankë rëre që më vonë u mbulua nga batica. Në këtë rast specifik, përgjegjësit u ekzekutuan në litar, por kjo duhet të konsiderohet përjashtimi që vërteton rregullin. Ndëshkimi ndodhi ndoshta sepse krimi përfshinte njerëz me pasuri dhe rëndësi të konsiderueshme, duke gjeneruar presion të mjaftueshëm që drejtësia të vijej në vend. Familja Allard lulëzoi mrekullisht në këtë mjedis. Ishin tregtar të suksesshëm që grumbulluan pasuri sipërmes tregtisë legjitime, ashtu edhe përmes piraterisë së pacivë. Në vitin 1322, një komision ojëre terminer për të dëgjuar dhe përfunduar u formua për të hetuar pretendimet e bëra nga tregtarët gjerman kundër disa anëtarëve të familjes Allard dhe bashkëpunëtorit të tyre, Robert Bataille. Gjermanët pretendonin se kishin qenë viktima të piraterisë në portin e Harwichit, Harwich. Komisioni, megjithatë, u dështua përpara se të fillonte punën. Familja Allard ishte një hap përpara. Ata kishin përdorur ndikimin e tyre për të marrë falje mbretërore vetëm pak ditë përpara mbledhjes së komisionit. Për të shtuar ironin, vetëm pak javë më vonë, Robert Bataille u emërua admiral në shërbim të mbretit. Të qenit pirat nuk ishte pengesë për poste prestigjioze, ishte pothuajse një parakusht. Në dhjetor 1323, ata ishin përsëri në aktivitet. Një tjetër komision u krijua, këtë herë për të hetuar pretendimet se kishin plaçkitur ngarkesën e një tregtari flamand në portin e Sandwichit. Duke qenë se Anglia ishte në paqe me Flandrën në atë kohë, kjo nuk ishte thjesht pirateri, ishte një incident diplomatik që mund të provokonte hakmarrje dhe të dëmtonte marrëdhëniet e rëndësishme tregtare. Drejtësi më në fund? As që bëhej fjalë. Pak muaj më vonë, Stephen Allard u emërua admiral në shërbim të mbretit. Mesazhi ishte i qartë, për burrat mjaftueshëm të pasur, të fuqishëm dhe të dobishëm për kurorën, pirateria nuk sillte pasoja të rëndësishme. Arsyeja pse burra si Stephen Allard mund të sulmonin tregtarët flamand pa u ndëshkuar qëndronte pjesërisht në një tjetër veçanti të së drejtës detare mesjetare, koncepti i reprezaljes, represlia. Kur dikush nuk arrinte të ndiqte penalisht një pirat në gjykata ose të merrte dëmshpërblim për humbjet e tij përmes mjeteve ligjore, konsiderohej plotësisht e pranueshme të kërkohej reprezalia. Ky term kishte një kuptim juridik shumë specifik midis detarëve. Do të thoshte se viktima mund ta merrte ligjin në duart e veta për të rikuperuar vlerën e humbur dhe vetëm atë vlerë. Vetë Stephen Allard kishte qenë viktimë e piratëve flamand në vitin 1317. Proceset ligjore ndoshta u zvarritën pa rezultat, kështu që Stefani mund të ketë vendosur ta zgjidhë çështjen vetë. Tani, tregtari flamand që ai sulmoi në 1322 dhe piratët flamand të 1317 ndoshta nuk ishin të njëjtët njerëz. Megjithatë, konsiderohej e pranueshme të kërkohej reprezalia kundër të huajve të së njëjtës kombësi, edhe nëse individët specifik të shënjestruar ishin plotësisht të pafajshëm. Natyrisht, ky dok i veçantë mund të çonte lehtësisht në akte përshkallëzuese të piraterisë hakmarrëse. Dhe kjo bëhej veçanërisht intensive në kohë lufte. Fuqitë e Evropës Veriore përgjithsisht nuk mbanin forca detare ushtarake të përhershme. Kështu, në kohë konflikti, anijet tregtare dhe kapitenët e tyre rekrutoheshin dhe pajiseshin për luftë. Franca dhe Anglia u angazhuan në konflikte të rëndësishme detare gjatë gjithë mesjetës, si midis tyre ashtu edhe me fuqi të tjera fqinje. Asnjëra prej tyre nuk mbante diçka që mund të quhej marinë e përhershme. Flotat e tyre konsistonin, pra, nga një numër i konsiderueshëm tregtarësh të shndërruar në korsa, secili jetur për të përfituar nga çdo konflikt.
Nuk është e vështirë të imagjinohet se lufta detare në ujërat mesjetare shpesh degeneronte në akte reciproke dhe në rritje të piraterisë. Dallimet midis luftës zyrtare dhe piraterisë personale bëheshin të pamundura për t'u përcaktuar. Kapitenët e autorizuar për të sulmuar anijet armike shpesh i zgjeronin aktivitetet e tyre për të përfshirë anije neutrale ose madje edhe aleate, për sa kohë që mund t'u shpëtonin pasojave. Një shembull veçanërisht ilustrues ndodhi në vitet 1315-16, kur Franca hyri në mosmarrëveshje me flamandët dhe kërkoi të vendoste një embargo tregtare kundër tyre. Admirali francez Berenger Blanc u ngarkua të patrullonte ujërat në jug të Bregdetit anglez për të zbatuar këtë embargo. Megjithatë, Blanku dhe flota e tij shpejt filluan të sulmonin mjete neutrale dhe madje edhe anije aleate në akte të pacipa piraterie. Flota e tij arriti të sulmonte anije angleze, pavarësisht se Franca nuk ishte në luftë me Anglinë. Kjo çoi në një seri të gjatë dhe të zgjatur negociatash përpara se monarkitë franceze dhe angleze më në fund të binin dakord për dëmshpërblimet e duhura. Më vonë në shekullin Gjivë, shpërtheu lufta e 100 viteve midis Francës dhe Anglisë. Për të kontrolluar kanalin e La Manchit, të dyja palët ju drejtuan rekrutimit të korsave në shkallë të gjerë. Ata u bën aq të varur nga këta piratë të pajtuar, saqë nuk mund t'i lejonin vetes të vepronin kundër tyre, edhe kur ata sulmonin objektiva neutrale ose aleate. Një pirat në ato kohë e dinte se ishte i domosdoshëm dhe se mund të priste falje falas sa herë që nënshkruaj një armë pushim. Kjo ishte, vërtet, epoka e artë e piraterisë në ujërat e Evropës veriore. Përpara se të eksplorojmë disa nga piratët më të njohur të kësaj periudhe, vlen të kthehemi edhe më tej në kohë për të njohur një figurë që u bë legjendare në kohën e saj, Eustaki Murgu, Eusquio Omonge. I lindur rreth vitit 1170 pranë Bulonjës, Boulogne, në rajonin verior të Francës, Eustaki Eustace Busquet, ishte djali i një fisniku të vogël. Siç ishte e zakonshme për djemtë më të rinj të fisnikërisë, ai u dërgua në një manastir benediktin, ku supozohej se do të kalonte pjesën tjetër të ditëve të tij në lutje dhe meditim. Jeta monastike, megjithatë, nuk i përshtatej temperamentit të Eustakit. Rrëfimet e kohës tregojnë se ai ishte i prirur për trazira, duke inkurajuar murgjit e tjerë të hanin kur duhej të agjeronin, të shanin kur duhej të recitonin shërbesën hyjnore dhe të silleshin në mënyra që skandalizonin eprorët e tij. Një biografi e romantizuar e shekullit GI, e shkruar nga një poet anonim i Pikardis, pohon se Eustaki udhëtoi në Toledo për të studiuar magjinë e zezë, duke u bërë aq i aftë në artet e errëta saqë askush në Francë nuk mund t'i rivalizonte aftësitë e tij. Brezat e mëvonshëm do të bindeshin për këtë pretendim, duke i atribuar bëmat e jashtëzakonshme të Eustakit fuqive mbinatyrale që ai supozohej se kishte fituar. Kur babai i tij u vra, Eustaki braktisi rrobën e Murgut në kërkim të hakmarrjes. Kjo kërkim e çoi përfundimisht në shërbim të kontit Renaud de Damartin, për të cilin punoi si seneshal, një post administrativ me përgjegjësi të konsiderueshme. Por marrëdhënia u prish kur Eustaki u akuzua për përvetësim të fondeve. Tokat dhe titujt e tij u konfiskuan dhe ai u bë një jashtëligjshëm. Hakmarrja e Eustakit ishte kreative dhe këmbëngulse. Ai dogji 2 nga mullinjt e kontit, vodhi kuaj, zuri prit rojeve që e ndiqnin dhe jetoi në pyjet e Bulonjës dhe Hardelot si një bandit, duke ikur gjithmonë përmes maskimeve gjeniale. Historitë e aventurave të tij si jashtëligjshëm u bën pjesë e folklorit të rajonit, duke ndikuar më vonë në legjendat e Robin Hoodit, Robin Hood. Përfundimisht, Eustaki ju drejtua detit. Me vëllezërit e tij, ai u bë pirat në kanalin e La Manchit, ku fama e tij u rrit në mënyrë eksponenciale. Mbreti John, i Anglisë e punsoi atë herë pas here nga viti 1205 deri në 1212, duke komanduar një flotë prej 30 anijesh kundër interesave franceze. Eustaki dhe burrat e tij vendosën baza në ishujt e kanalit, përfshirë Sarkun dhe Guernsey, nga ku lëshonin sulme shkatëruese kundër Bregdetit të Normandisë. Gjatë kësaj periudhe, Eustaki fitoi një reputacion pothuajse mbinatyrshëm. Thuaj se ai mund të bëhej i padukshëm për të befasuar armiqtë e tij, një pretendim që ndoshta bazohej në aftësinë e tij për të shfaqur papritur duke përdorur ishujt e kanalit si baza të fshehura. Kur sulmoi disa fshatra bregdetare angleze, mbreti John e shpalli shkurtimisht të jashtëligjshëm, por shpejt lëshoi një falje sepse kishte nevojë për shërbimet e Eustakit. Në vitin 1212, megjithatë, besnikëritë ndryshuan përsëri.
Reno de Damartini, armiku I vjetër I Eustakit, u aleua me mbretin John dhe duket se helmoi mendjen e mbretit kundër piratit. Eustaki ndryshoi anë duke I ofruar shërbimet e tij mbretit Filipi I të Francës dhe shpejt po sulmonte Folkestonin, Folkestone dhe porte të tjera angleze me të njëjtën energji që më parë kishte drejtuar kundër francezëve. Kur lufta civile shpërtheu në Angli në vitin 1215, Eustaki mbështeti baronët rebel që kishin detyruar mbretin John të nënshkruante Magna Cartën, Magna Carta. Baronët I ofruan kurorën angleze princit Louis të Francës dhe Eustaki ishte vendimtar për transportimin e princit përmes kanalit në vitin 1216. Për një kohë, dukej se një francez mund të ulej në fronin anglez me Eustakin si admiralin e tij të besuar. Fati, megjithatë, kishte plane të tjera. Mbreti John vdiq në 1216 dhe djali I tij I mitur, Henriku I, u kurorëzua shpejt. Në regjencën e burrave të aftë, forcat besnike të kurorës filluan të përmbysnin situatën. Në gusht të vitit 1217, Eustaki komandonte një flotë që transportonte përforcime vendimtare për princin Louis kur u ndalua nga një skuadër angleze nën komandën e Hubert de Burgh, që lundronte nga Doveri. Betejë që pasoi ishte brutale. Eustaki shkaktoi dëme të konsiderueshme midis ish aleatëve të tij, por anglezët përdoren një taktikë shkatëruese, hodhën gëlqere në pluhur në fytyrat e francezëve, duke I verbuar përkohësisht. Trupat angleze u ngjitën në anijet e Eustakit dhe mposhtën burrat e tij në luftim trup më tru. Vet Eustaki arriti të ikte me anijen e tij kryesore, por më 24 gusht u rrethua nga një flotë e 5 porteve e komanduar nga Philippe d'Aubigny në betejën e Sanduiçit. Kur anija u kap, anglezët kryen një kërkim të hollësishëm për Eustakin. Ai u gjet më në fund I fshehur në hambar, midis ujit të çakullit. Pirati ofroi një shumë gjigante për jetën e tij, 10.000 marka sipas disa burimeve, dhe premtoi t'i shërbente me besnikëri mbretit të Anglisë që atëherë e tutje. Por fjalët e tij ranë në vesh të shurdhër. Eustaki ishte bërë aq I urryer nga ekuipazhet angleze saqë asnjë shpërblim nuk ishte I pranueshëm. I ofruan vetëm një zgjedhje, të dekapitohej mbi rrethinën e anijes ose mbi anën e trabukut, makineri rrethimi që transportohej si ngarkesë në kuvertë. Koka e Eustaki Murgut u ekspozua në Londër si trofe. Humbja e Eustakit I dha fund efektivisht çdo shpresë për rezistencë për princin Louis. Në shtator 1217, ai nënshkroi traktatin e Lambethit duke hequr dorë nga pretendimet e tij për fronin anglez dhe duke u kthyer në Francë, ku përfundimisht do të mbretëronte si Luigi VI. Vëllezërit e Eustakit vazhduan të operonin në kanal për ca kohë, por pa udhëheqësin e tyre karizmatik, aktivitetet e tyre gradualisht u paksuan. Historia e Eustakit ilustron në mënyrë të përsosur rrjedhshmërinë e besnikërive dhe natyrën oportuniste të piraterisë mesjetare. Ai u shërbeu zotërinjve të shumtë, ndryshoi anë sipas interesave të tij dhe ishte herë hero e herë batakçi në varësi të flamurit që ngrinte në një moment të caktuar. Karriera e tij dëshmon se pirateria nuk ishte thjesht krim, ishte një mjet lufte, diplomacie dhe fuqie personale. Duke ecur disa shekuj përpara, gjejmë një tjetër konflikt që ilustron se si pirateria ndërthuroi me politikën ndërkombëtare, luftën anglo-hanseatike të fundit të shekullit XV. Lidhja hanseatike, Liga Hansetica, ishte një konfederat qytetesh tregtare gjermane që dominonte tregtinë në detin Baltik dhe në detin e Veriut. Qytetet e saj kryesore përfshinin Lubekun, Lbeck, Hamburgun dhe Danzigun, Gdańsk, dhe lidhja mbante stacione tregtare të privilegjuara në të gjithë Evropën, përfshirë Stelyard-in e famshëm në Londër. Gjatë dekadave, tensionet u rritën midis tregtarëve anglez dhe hanseatikëve. Anglezët ishin të pakënaqur me privilegjet e veçanta që gëzonte lidhja në Angli dhe lakmonin aksesin në tregjet fitimprurse të Baltikut. Hanseatikët, nga ana e tyre, I rezistonin ashpër çdo përpjekjeje për të kufizuar avantazhet e tyre tregtare. Në qendër të këtij konflikti doli një figurë që meriton vëmendje të veçantë, Richard Neville, konti I Warwickut, ariçk, I njohur në historinë angleze si mbretëbërësi the Kingmaker, për rolin e tij vendimtar në luftërat e trëndafilave. Por për tregtarët hanseatik dhe francez, Warwicku ishte mbi të gjitha një pirat. Në vitin 1458, Warwicku ishte kapiten I Calais, përgjegjës për mbajtjen e kontrollit të kanalit të La Manche-it për kurorën angleze.
Flota e tij, megjithatë, zgjodhi të sulmonte flotën hanseatike të Kripës, duke kapur 18 anije nga Lubeku. Veprimet e Warwickut mund të kuptohen pjesërisht brenda një historie aktesh përshkallëzuese të piraterisë hakmarrëse që përfshinte hanseatikët dhe interesat tregtare angleze. Megjithatë, për Warwickun, çështja u bë personale. Ai do të bëhej një kundërshtar i zëshëm i hanseatikëve. Veprimet e tij në 1458 kishin provokuar një ballafaqim me oborin e Lancasterëve. Por ai ishte konsistent në armiqsinë e tij. Veprimet e tij në fund të viteve 1460 do të shkonin më tej, duke e çuar Anglinë e Yorkëve, Yorkista, në një luftë të hapur me Lidhjen. Në qershor 1468, anijet angleze në portin danez të Helsingorit u rrethuan dhe u sulmuan nga marinsat gjerman. Ato u sekuestruan dhe ngarkesa e tyre u konfiskua dhe ushi. Sipas danezëve, kjo u bë për të kompensuar aktet e piratëve angleze. Megjithatë, burrat që sulmuan anijet angleze nuk ishin danez, por gjerman nga porti hanseatik i Danzigut. Midis anijeve të sekuestruara ishte të paktën një që i përkiste vetë Warwickut. Warwicku e përdori këtë si pretekst për të tërhequr një Eduardo Ive, ngurues në një luftë totale me Lidhjen. Kjo do të ishte një luftë detare dhe, si e tillë, një luftë e bërë kryesisht nga korsat. Dhe ajo do të nxirrte në pa ndoshta piratin më të suksesshëm të epokës, Paul Beneke. Beneke ishte një këshilltar bashkiak i Danzigut dhe një komandant detar i shuar edhe përpara fillimit të luftës. Ai kishte fituar lavdi në betejën detare të Bornholmit kundër danezëve në 1455 dhe kishte kryer një sulm guximtar në Anholt në 1466. Por ishte gjatë luftës kundër Anglisë së Yorkëve që Beneke u bë tmerri i deteve. Kur Beneke u autorizua nga Lubeku, qyteti kryesor i lidhjes hanseatike, për të komanduar anijen Peter von Danzig, ai zgjodhi të bëhej bashkëpronar në vend që të merrte palë. Ishte një bast i llogaritur që tregonte besimin e tij në aftësitë e veta. Peter von Danzig ishte një nga anijet e luftës më të mëdha dhe më të frikshme të kohës së saj, me 51 metra gjatësi dhe peshë prej 1600 tonësh. Për krahasim, Santa Maria që çoi Colombo, në Amerikë ishte vetëm 19 metra dhe peshonte 108 tonë. Beneke kapi anijen e tij të parë angleze në ditën e vitit të ri të 1470-s. Më pas, në 1471, kapi kryebashkiakun e Doverit, duke e mashtruar që të vinte në bord duke u hequr si francez. Ai dogji deri në 18 anije tregtare të ankoruara në bregdetin anglez në një aksion të vetëm. Arriti madje të kapte Lord kryebashkiakun e Londrës, ndërsa zyrtari fatkeq po kthehej nga Franca. Por goditja më spektakolare e Benekes ishte ende duke ardhur. Në prill 1473, duke lundruar në ujërat pranë Zelandës, jo shumë larg Sluisit, Peter von Danzig dalloi një galeri, anije e shpejtë, që dilte nga Bruges. Mjeti ishte zyrtarisht në pronësi të Tommaso Portinari, menaxheri degës së bankës Medici në Bruges dhe lundronte nën flamurin neutral të Burgundisë. Beneke u afrua dhe kërkoi të dinte nëse kishte mallra angleze në bord. Kapiteni i galerisë qeshi me të madhe dhe tregoi flamurin e madh burgundian. Beneke nuk u mbresëlua. Ai dhe burrat e tij u ngjitën në galeri dhe e plaçkitën plotësisht. Ngarkesa ishte e jashtëzakonshme, pëlura leshi, liri, tapiceri, gëzof dhe midis sendeve më të vlefshme, një triptik i pikturuar nga Hans Memling, që përfaqësonte gjyqin e fundit Juzo Final. Piktura ishte porositur për kishëzën e Angelo Tani, një menaxher i bankës Medici, dhe përfshinte një portret të vet Portinarit. Vlera totale e mallrave të kapura përfaqësonte një nga plaçkitjet më të mëdha pirate të shekullit. Natyrisht, pronarët protestuan me forcë. Çështja u dërgua në oborin papnor, me familjen Medici që mobilizoi të gjithë ndikimin e saj për të kërkuar kthimin e pikturës. Por Këshilli Bashkiak i Danzigut refuzoi, duke pretenduar se kapja ishte një akt legjitim lufte, pasi lidhja hanseatike ishte në konflikt me Anglinë. Piktura nuk u kthye kurrë. Në vend të kësaj, ajo u dhurua nga 3 pasanik të Danzigut për kishën e vëllezërve të Shën Gjergjit, nga ku përfundimisht kaloi në kishën e Shën Marisë së qytetit, ku ndodhet edhe sot e kësaj dite. Akti spektakolar i piraterisë i Benekes doli të ishte një nga aksionet e fundit të mëdha të luftës.
Të dyja palët ishin gati për paqe. Kërcënimi i paraqitur nga Beneke e inkurajoi Eduardi Ivë të ishte më i prirur për të negociuar. Në atë moment, Eduardi ishte më i sigurt në fronin e tij dhe si rrjedhim më pak i varur nga mbështetja e fraksionit tregtar militan. Po aq e rëndësishme, uriku luftarak, një pengesë e madhe për paqen, nuk ishte më i pranishëm. Shumë hanseatik, nga ana e tyre, ishin gjithnjë më nervoz me bëmat e korsave të pavarur si Beneke. Plaçkitja e Benekes mund të ishte mbresëlënëse, por përfshinte malla që u përkisnin njerëzve si familja e fuqishme Medici, të cilët Lidhja nuk donte t'i zemëronte. Traktati i Utrechtit, Tratado de Utrecht, që rezultoi pa Eduardi Ivë të binte dakord me pothuajse të gjitha kërkesat e lidhjes. Privilegjet hanseatike u rivendosën dhe Stelyard rifitoi pozicionin e tij të fuqishëm brenda komunitetit tregtar të Londrës. Në të kundërt, tregtarët anglezë nuk morën lëshime të rëndësishme në terma të aksesit më të mirë në tregjet e Evropës lindore. Ndërsa Eduardi kishte provuar se ishte e mundur të arriheshin fitore taktike mbi korsat hanseatik, fakti ishte se Beneke dhe të tjerët ishin ende të lirë. Transporti tregtar anglez ishte, po të shikohej, në rrezik më të madh në vitet 1473-74 sesa kur kishte filluar konflikti. Megjithatë, në fund, ishte bojkoti ekonomik hanseatik, më shumë se aksionet e tyre detare, që e detyroi Eduardi të kapitullojë. Dhe, pas vitit 1471, largimi i Warwickut nga skena e bëri shumë më të lehtë arritjen e një marrëveshjeje. Lufta anglo-hanseatike përfundoi në fitore për Lidhjen, por gjithashtu tregoi kufizimet e piraterisë si instrument i politikës shtetërore. Piratët si Beneke ishin mjete të fuqishme, por ishin gjithashtu të paparashikueshëm dhe të vështirë për t'u kontrolluar. Veprimet e tyre mund të krijonin po aq probleme sa zgjidhnin, duke larguar aleatët potencial dhe duke ndërlikuar negociatat diplomatike. Në shekullin gjyqë, Beneke u bë një hero kombëtar, jo i polakëve që tani banonin në Danzig, por i gjermanëve që jetonin në qytet. Nazistët ndërtuan një faltore përkujtimore për Beneken, të kompletuar me statuj dhe mural. Shkrimtari Günter Grass përfshiu një pasazh të gjerë për të në romanin e tij Tamburi o Tambor. Pirati i një njeriu është hero detar i një tjetri. Ndërsa eksplorojmë këto histori individuale të piratëve të njohur, nuk duhet të humbasim nga syt kontekstin më të gjerë. Pirateria nuk ishte një anomali e sistemit mesjetar, ishte një karakteristikë e brendshme e tij. Detet e Evropës veriore ishin një hapësirë ku rregullat normale të shoqërisë nuk zbatoheshin plotësisht, ku burrat ambicios mund të ndërtonin pasuri dhe reputacion që do të ishin të pamundura në tokë të thatë. Struktura feudale e shoqërisë mesjetare, me theksin e saj të besnikëritë personale dhe detyrimet reciproke, shtrihej në det në mënyra të veçanta. Një pirat i suksesshëm mund të bëhej një aleat i vlefshëm për një mbret në nevojë për forcë detare. Një tregtar i begat mund të përdorte piraterinë për të eliminuar konkurrentët dhe për të zgjeruar pjesën e tij në treg. Një fisnik ambicios mund të përdorte plaçkitjen për të financuar intrigat e tij politike. Të gjitha këto mundësi bashkëjetonin, shpesh tek i njëjti person. Mungesa e një dallimi të qartë midis tregtisë paqësore dhe piraterisë ishte thelbësore për këtë sistem. Një anije që transportonte mallra për t'i shitur në një port mund të sulmonte një konkurrent gjatë rrugës dhe të arrinte në destinacion si me ngarkesën e saj origjinale, ashtu edhe me plaçkën e viktimës së saj. Lufta dhe tregtia përziheshin në mënyra që i bëjnë kategoritë tona moderne të papërshtatshme për të përshkruar realitetin mesjetar. Studiuesit që u përpoqën të përcaktonin saktësisht se çfarë përbënte piraterinë në mesjet u gjendën vazhdimisht të frustruar. Historiania Susan Rose vuri re se problemi i parë për çdo studiues që studion piraterinë mesjetare është se përkufizimi i kohës për termin ishte i paqartë dhe i pasaktë. Pirateria zinte një zonë gri midis vjedhjes, aktivitetit gjysmëzyrtar dhe luftës tregtare me intensitet të ulët. Ishte e vështirë të dalloje se ku mbaronte krimi dhe ku fillonin reprezaljet dhe lufta private. Historiani detar Noam Rodger argumentoi se ishte e pamundur të dallohej tregtia armiqësore nga ajo paqësore në mesjet. Ai pohoi se tregtia paqësore ishte pothuajse jo ekzistente, jo vetëm për shkak të faktit se deti konsiderohej një zonë përtej ligjeve dhe traktateve. Në këtë mjedis, paqja ose lufta midis mbretërive do thoshte pak, dhe një anije në det duhet të ishte gjithmonë vigjilente, pasi pirateria bollkonte.
Ndonë se juristët mesjetar binin dakord se teknikisht ekzistonte diçka i quajtur pirateri, pra plaçkitje e dhunshme kriminale në det, në praktik një përkufizim konsensual mungonte. Reagimi i kurorës angleze ndaj këtij përdorimi të dhunës ishte i dyvlershëm. Nga njëra anë, pirateria ishte pjesë integrale e tregtisë detare dhe shërbente për qëllimin e trajnimit të detarëve për luftën detare. Nga ana tjetër, aktet e tepruara të piraterisë mund të dëmtonin marrëdhëniet diplomatike dhe të provokonin hakmarrje që preknin të gjithë tregtarët e mbretërisë. Kjo dyvlerëshmëri vazhdoi gjatë gjithë mesjetës dhe më tej. Burrat që më vonë do të pajisnin flotën e Francis Drake-ut, Francis Drake, kundër armatës spanjolle në 1588 ishin, në shumë aspekte, thjesht përfaqësuesit e fundit të një tradite të gjatë korsash anglez. Pirateria evoluoi, u përshtat teknologjive të reja dhe konteksteve të reja politike, por rrënjët e saj mesjetare mbeten qartësisht të dukshme. Ndërsa mesjeta po i afrohej fundit, detet e Evropës Veriore vazhdonin të ishin një teren gjuetie i besueshëm për piratët. Korsat si përmarrës jo vetëm që do të mbjetonin tranzicionit drejt epokës moderne, por do të lulëzonin në të njëjtat cilësi që e bënin një pirat të suksesshëm në shekullin xhiv, njohuria detare, guximi, lidhjet politike dhe gatishmëria për të operuar në skajet e ligjit do të vazhdonin të ishin të vlefshme në shekujt në vijim. E vërteta ishte se piratët tregtar të deteve të veriut ishin shpesh tepër me ndikim politikisht, për të mos thënë tepër të dobishëm, për të nxjerrë ndonjëherë siç duhet para drejtësisë. Ata lulëzonin duke operuar brenda zonave gri ligjore dhe, edhe kur nxirreshin në gjyq, shumë prej tyre ishin mjaft të pasur për të bler daljen nga telashet. Historitë që eksploruam në këtë dokumentar përfaqësojnë vetëm një pjesë të vogël të akteve të panumërta të piraterisë që ndodhen në këto ujëra gjatë shekujve. Për çdo John Leclerc, rasti i të cilit u dokumentua në regjistrat ligjor, kishte 10 pirat anonim, aktivitetet e të cilëve nuk u regjistruan kurrë. Për çdo familje alart, ndikimi i së cilës ruajti dëshmitë e bëmave të tyre, kishte komunitete të tëra peshkatarësh bregdetar, pirateria e të cilëve sipas rastit la pak gjurmë historike. Ajo që na mësojnë këto histori shkon përtej kuriozitetit të thjesht historik. Ato zbulojnë një shoqëri ku dhuna ishte një mjet i pranueshëm i konkurrencës tregtare, ku ligji ishte i lakueshëm sa të akomodonte interesat e të fuqishmëve dhe ku linja midis kriminalitetit dhe heroizmit varei tërësisht nga perspektiva. Piratët mesjetar të Evropës Veriore nuk ishin figura romantike që operonin jashtë strukturave të pushtetit të kohës së tyre. Ata ishin pjesëmarrës aktiv në ato struktura, duke i përdorur ato dhe duke u përdorur prej tyre. Herën tjetër që të mendojmë për piratët, ndoshta vlen të kujtojmë se shumë kohë përpara se mjekërziu të terrorizonte Karaibet, shumë kohë përpara se flamuri i zi me kafkë dhe kocka të kryqëzuara të bëhej simbol universal i piraterisë, burra si Eustaki Murgu, familja alart e Vinchelsit dhe Paul Beneke i Danzigut kishin vendosur tashmë traditat që pasardhësit e tyre më të famshëm thjesht do t'i vazhdonin. Detet mesjetare të Evropës Veriore ishin djepi një kulture detare ku pirateria nuk ishte anomali, por norm. Ku tregtarët ishin piratët ishin admiral dhe ligji i vetëm i respektuar vërtet ishte ligji i më të fortit ose më të zgjuarit. Kjo trashëgimi zgjati shumë përtej mesjetës, duke formsuar praktikat detare dhe tregtare të shekujve në vijim dhe duke lënë një markë të pashlyeshme në historinë detare të botës perëndimore. Valet e kanalit të La Manchit vazhdojnë të përplasen pas brigjeve të Anglisë dhe Francës, siç bënin shekuj më parë kur këta pirat lundronin në ujërat e tyre. Portet që dikur strehonin korsat tani mirëpresin tragete dhe anije ngarkese, grykderdhjet ku përgatiteshin pritat tani hartohen nga satelitët dhe rrugët detare që ishin aq të rrezikshme tani janë më të sigurtat në bollë. Por diku, në thellësitë e këtyre ujërave historike, jehonat e asaj të kaluare të dhunshme dhe magjepsëse ende kumbojnë, duke na kujtuar një epokë kur deti ishte vërtet territori i fundit pa ligj. Nëse keni arritur deri këtu në këtë udhëtim në përdetet mesjetare të Evropës Veriore, do të thotë se ndani me ne magjepsjen për këto histori të harruara që formsuan botën në të cilën jetojmë. Ashtu si lundruesit e asaj kohe vareshin nga pikat e referimit në Bregdet për të gjetur rrugën e tyre, ne varemi nga shikuesit si ju për të vazhduar eksplorimin dhe ndarjen e këtyre rrëfimeve të jashtëzakonshme. Nëse ky udhëtim në përkohë zgjoi kuriozitetin tuaj dhe dëshironi të niseni në më shumë aventura historike me ne, konsideroni të regjistroheni në kanal. Çdo regjistrim është si një erë e favorshme që na shtyn të zbulojmë kapituj të rinj të historisë njerëzore.
Lini komentit tuaj duke treguar se cili aspekt i piraterisë mesjetare ju bëri më shumë përshtypje, ose cilën periudhë historike do të dëshironi të eksploronim më pas. Dhe nëse njini dikë që do ta vlerësonte këtë udhëtim nëpër detet e së kaluarës, shpërndajeni këtë dokumentar. Në fund të fundit, ashtu si tregtarët mesjetar përhapnin lajmet nga porti në port, jeni ju ata që i çoni historitë tona drejt horizonteve të reja. Deri në udhëtimin e ardhshëm nëpër oqeanet e historisë.